Në Kuvend po zhvillohet seanca plenare ku në fokus është drafti final i rezolutës së Bashkimit Evropian për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, lexoi në sallën e Kuvendit projekt rezolutën për integrimin evropian të Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit politik në funksion të avancimit të negociatave me Bashkimin Evropian. Duke shprehur vlerësimin për mbështetjen e vazhdueshme dhe të gjithanshme strategjike dhe financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë angazhohet të forcojë në tërësi dhe në mënyrë të drejtë për drejtë rolin e tij në përshpejtimin e procesit të antarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të ushtrojë në mënyrë të plotë dhe efikase funksionin ligjbërës dhe mbikëqyrës për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, duke garantuar cilësinë e legjislacionit për afrimin me akin e BE-s dhe zbatimin e tij konkret në praktikë. Të forcojë kontrollin parlamentar ndaj pushtetit ekzekutiv, institucioneve dhe agjencive të pavarura, duke respektuar parimin kushtetues të ndarjes dhe balancimit mes pushteteve, duke rritur transparencën, auditimin dhe llogaridhënien. Të thellojë angazhimin e përbashkët me qytetarët, grupet e interesit dhe aktorë tjerë të shoqërisë, me qëllim njohjen dhe gjithëpërfshirjen në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Seanca është shoqëruar me debate dhe replika të forta që në nisje të saj. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali shkëmbyen akuza dhe kundërakuza lidhur me procesin e integrimit, përgjegjësitë politike dhe klimën parlamentare. Paraqisti një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me marrështrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisin më shumë. Debate pati edhe mes deputetëve të Partisë Socialiste kur Ulsi Manja ka kërkuar fjalën për replik pas fjalës së kreut të PD-s Sali Berisha me pretendimin se ju përmend emri prej kryedemokratit, por kryetari i Kuvendit Peleshi ka refuzuar. Unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngelet atri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur të vi radha, zoti Balla. Jo, nuk mund ta jap që tani sepse nuk parakalohet lista.